Marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar të Izraelit me Izraelin nuk janë thjesht marrëdhënies që krijohen nga fuqia lobuese që ka Izraeli në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë më shumë se kaq. Katari hedh më shumë para se sa që hedh Izraeli. Vërtet Izraeli ka sepse janë 15 milion hebrej në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe influenca e tyre është jashtëzakonisht e madhe. Te kjo duan me. Por esenca e raporteve të Shtetit Bashkuar me Izraelin nuk është esencë lobimi. Dhe të marrë vetëm 2 minuta për me. Kur është kriju Izraeli, nuk e kanë kriju Shtetet Bashkuara të Amerikës Izraelin. Dakord? Gjatë luftës së ftohtë, vendet arabe kanë qenë aleat Bashkimit Sovjetik, ka qenë Iraku, ka qenë Libia, ka qenë Egjipti, ka qenë gjitha këto. Siria. Dhe Izraeli ka qenë futë si pyk aty të ndikimit dhe ndikimi Shtetet Bashkuara, ose afrimi midis Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe Izraelit ka ardhur gradualisht deri në momentin që sot në mënyrë figurative apo reale, ta them quheni si doni, Izraeli është një bazë ushtarake amerikane në linjën e mesme. Kështu shprehur edhe Enver Hoxha. Dhe tek shënimi në lindjet mesme. Njëjtë. Bazë amerikane në lindjet mesme. Dhe unë gjykoj për teja, saj. Dhe ajo çfarë ka ndodhur tani është që pas këtyre 7 luftrave që u bën, Izraeli u kthy në një hegemon. Dakor? Asnjë nga këto vende nuk ta pranoi një hegemon. Dhe ajo çfarë po bën administrata e presidentit Trump është ekuilibrimi i hegemonisë izraelite me këtë aleancën e vendeve tjera arabe. Dhe kur shikon pamjen e madhe, prandaj thash unë që paqja nuk përcaktohet në Gaza, paqja përcaktohet ke balanca e fuqive, sepse kemi Sirinë, që edhe ardhmja e saj nuk dihet. Jo, më është e përcaktuar. Në shtëpinë e bardhë, presidenti Trump i tha Donald Trumpit, Benjamin Netanyahut, që për Sirinë do merren vetëm Turqia. Turqia është përcaktuar. Lobi hebre në raport me rendin e ri botror. Duhet të pranojmë një fakt që është pa diskutim nga pikpamja financiare është lobi më i fuqishëm në botë. Dhe ato sigurisht që financojnë edhe për Izraelin, edhe për gjërat që interesojnë Izraelit, ose politikës aktuale të Izraelit, jo Izraelit, sepse unë personalisht mendoj që zgjidhja më mirë është 2 popull 2 shtete, dhe kjo duhet mbyll përfundimisht historinë. Por ka grupime të cilat edhe brenda lobit izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka grupime të cilat për arsye financiare, për arsye të ndryshme fetare, edhe ideologjike, kërkojnë dominimin e Izraelit në rajonin e lindjes së mesme. Është vërtet që Shtetet e Bashkuara nuk janë themeluesit e shtetit të Izraelit në 48-ën. Sipas një libri të fundit dhe dokumentave të fundit, ka qenë i pari që ka kërkuar dhe ka iniciuar themelimin e shtetit të Izraelit është Stalini. Sipas një dokumenti të fundit. Ishin ndërnjohjet e para të Bashkimit Sovjetik. Jo, po është Stalini. Por ishte merita e MI6-it pastaj, britanikët, që bën të ndryshimin e madh të lojës. Çështja është që lobi izraelit është i fuqishëm, por tashmë është ajo që vetë ebreu polaku Zbigniew Brzezinski ka shkruar dhe e ka lënë si testament për gjitha qeveritë amerikane, që në qoftë se Amerika do të vazhdoj tjetë kjo që është, pra superfuqia vetme në botë, duhet patjetër të bëj paqe me këto. Dhe nuk mund të bëj paqe me këto në qoftë se Izraeli është dominues dhe i sulmon vazhdimisht këto. Sa e ndikojnë Trumpin ky lobi? Unë besoj që tek republikanët ata kanë ndikimin më të vogël të mundshëm, sepse është e tha zoti Peka pak më përpara, ky plan i 20 pikësh ka qenë i ofruar dhe nga Biden, që në dhjetorin e 2023-shit. Por pse? Sepse tek Partia Demokratike Amerikane
edhe për arsye ideologjike, edhe për arsye korruptive, do e thoja unë, ato kanë një fuqi shumë më të madhe se kësa tek republikanët. Dhe unë besoj që qeveria e sotme amerikane, administrata e sotme amerikane, është brenda asaj që ne mund ta quajmë pamvarësi ndaj ndikimit të këtij lobi të madh. Nuk po e shikojmë terren faktikisht. Shiko, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Është shumë e Sa vështirë. herë që presidenti Trump bën një hap drejt një normalizimi të gjendjes, diskutorët për dosjet Epstein për shemb. Është shumë e vështirë. Është shumë Era e vështirë. herës, do mund të ketë edhe një shantazh të brendshëm, do pajtohem me Prandaj pyeta sa është ndikimi. gjykoj se Lobi më i fuqishëm izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me këtë administrat janë këta evangelistët protestantë. evangelistët sionistë. Janë të krishterë, po janë të krishterë ata, po është trup elektorale. Ted Cruzin për shemb. Ke trup elektorale që ka 60 milion vota dhe 82% të tyre votojnë për Donald Trump dhe Partinë Republikane dhe janë mbështetësit më të mëdhenj të Izraelit, sepse mënyrën se si e interpretojnë Biblën edhe historinë është e tillë që ata kërkojnë fuqizim, Po të flet për shtet religjios,